Ajo që duhet të ishte një ditë e bukur shkolle për një fëmijë të klasës së parë nga Elbasani, ka rezultuar të jetë dita e tij e fundit të jetës. Ngjarja e ndodhur sot në Elbasan ka autor djalin e një deputete të njohur shqiptare. Ishte ora 8 e mëngjesit, babai ndaloi makinën për të përcjellë të birin në shkollë. Ai, sapo ka dalë nga makina, është goditur nga një mjet Volkswagen. Mësohet se drejtuesi i mjetit ka qenë djali i deputetes së Partisë Socialiste, Lulieta Bozdo. Djali i saj është Petri Bozdo, i cili është organizatori i Miss Albania në Shqipëri dhe Miss Globe. Ime pranë ngjarjes tregojnë se djali i deputetes fillimisht ka vënë duart në kokë dhe nuk e ka mbledhur veten kur ka parë të gjithë skenën. I mpir nga ajo që pa, ai mësohet të ketë thërritur për ndihmë. Ardhja e ambulancës duket se nuk ka zgjidhur asgjë, sepse goditja ka rezultuar të jetë fatale. Punojësit e policisë kanë shoqëruar drejt komisariatit djalin e deputetes, por kjo ngjarje duket se ka edhe një anë tjetër të medaljes. Shpesh banorët e zonës kanë protestuar për këtë aks rrugor, pasi aty nuk ka asnjë sinjalistik, nuk ka dhe as mbikalime, duke u bërë kështu një rrezik i vazhdueshëm për nxënësit e kësaj shkolle. Pritet që hetimet të bëjnë zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, ndërkohë që mësohet se regjizori është shoqëruar për në komisariatin më të afërt.